Kjo është qendra e lojë të fatit, ku këtu vinë shqiptarët për të marrë zarfet e tyre. Qendër loje e fatit, ku këtu ka përfunduar 10 zarfet e migrantëve tanë shqiptarë. Shikoni me kujdes. Të zarfin dorë ty. Përshëndetje. Përshëndetje. Po më dërguan në email një adres, e më thënë do vish nga ora 9 deri në orën 2, nuk e dija ku ishe, po më dërguan më thanë është në Mesogjo. Edhe unë isha në punë ato oreve, s'mundet të vija ta meja. E mora telefon, më thanë, e mora telefon, edhe më thanë që ka ikur zarfi që këtej. E mora dje. Ku ka shkuar? Ku ka shkuar, nuk digje, po bje numër telefon që digje, ik të kteli. Vajte të kteli ku isha regjistruar, aty poshtë. Edhe më thanë që atje do vesh, prapë. Sot isha gjela pa punë, ka stile, për të vajtu atje. Vajte në mëngjes, më thanë, këtes ka ikur zarfi, ka që të shtunë e parë. Po ku të vete unë, nuk digje. Mora telefonin shok, më tha mua ik patesion. Vajte patesion, atje i thash kështu janë filani. Ku mu ta kem unë, se i thash isha në reja, me së gjion. Edhe më tha, dere të futem që i komplet, më dërgoj këtu në gjizi amfijes, në kjo pap. Ajo s'ka lidhje fare me këtë... Lojët e fatit. Të riqe me të zarfa. Erda këtu, me mora, më tha mua, dorëzohet, po nesër pastesë. Pastaj, ku e di unë se do përfundojnë në dorë të saktë kjo zarfim. Lali ti ke dhënë numrin e telefonit? I kam dhënë email, numrin e telefonit, adresë, të gjitha. Mori telefon njëri? Jo. Faleminderit. Po e mora, në fund e mora. Pas shumë përpjekësh e mora. Ku e more për e ti? E mora në një qendër u papi, kështu, qendër llogarie. Lojë e fatit, ha? Lojë e fatit. Po si vajte aty? Më le mbroj qendra e këtyre kurierëve të fatit. Faktikisht unë e falenderoj ata. Po faktikisht konstatoj që është një gabim shumë i madh. Se ky zat, po? Po? Nuk ka të drejtë të vejnë në për qendra të tjera si Shesh Opapi, që janë qendra, për mua janë qendra korrupsione. Njerëz që luajnë në lojën e fatit. Po. Edhe unë u habita se si, dhe i falenderoj shumë këto PHDL-s që këto të qendrës që ma gjetën në adresën. Faktikisht është bërë një gabim në adresë. Edhe thuhet se unë s'po e tregoj. Po, nesër. Se është, do të thënë adresa ime, po unë e kam deklaruar 3032. Tu më kam bërë 130, 132 dhe filan adresë. Ti kishe dhënë dhe telefon apo? Kisha telefon. Po si mbas te... Nuk më morën asnjë. Po mi, si mbas te, ku duhet të ishte ky zarfi? Ku mund ta merr? Ky zarfi duhet të ishte, do të thënë në shtëpinë time. Duhet të më merrni në telefon. Për të dhënë adresën e saktë? Po, adresën e saktë. Unë kam numër telefoni, kam kod, kam email, i kam të gjitha. Këto i ke dhënë ti kur regjistrove? I ke dhënë. Edhe më bërë një gabim. Edhe tash ky gabim është paguar, tash ky gabim paguhet në për këto qendra të... Po. Sa larg shtëpisë ishte kjo? Ajo është 500 metra larg shtëpisë tjetër. 500 metra. Edhe është kjo zak, vjen në Opapi, ose në, si themi në Shqipë. Lojët e fatit, lojët e fatit. Kishte zarfe... Edhe unë faktikisht kam thirrur policinë aty. Pse? E thirra policinë se ju po të pa drejtë, domethënë që gjendet një zarf shtetëror. Po? Ky zarf që vjen me shtet tjetër, edhe ka një si thoni, si ti themi në një marrëveshje.
Kjo faqel, ose si ta themi me kjo zarf, ndodhe tu. Pse s'u bën një përpjekje që një kam dhe telefon. Zoti Perikli, zarfi gjendet këtu. Qa bërë me policin ti? Se kjo në intereson. Faktikisht i bëra denoncim. Denoncim. Që zarfi jo? Zarfi jo se gjendet e ju. Ile ata dhe personuan më do të marrin brenda, e thashtu mua nuk më merr dot i brenda, e thashtu se bërë ju maskarave. Edhe unë zarfin e kam këtu, e mara, e kam këtu, ky zarf këtu në këtë objektin këtu është i palish. Pra, qa adrese ka kjo? Qa adrese është kjo Lora të fatit? Që more zarfin ti? Nuk të kuptoj se... Adresa ku e more zarfin, si është? Po, adresa është Megalopolios Amfias 7, Gizi Popat. është marrë zarfi juaj. Kishe zarfet të tjera, ha? Kishe zarfet të tjera? Kishe shumë zarfe të tjera. Edhe, nësa kuptoj unë, atje këto zarfe i vend Bizorgjinve që s'kan adres. Bizorgjin, atë ke loj Bizos atje, ku vend të zarfat, edhe shpezoj rasin. Edhe kujtojnë se do kalojnë në këtë muhabet, po. E këtë muhabet nuk kalon do të në një.